Dy persona ngaron në pranga dhe një tjetër është proceduar në gjendje të lirë pas ngjarjes së rëndë të së mërkurës në Buqiz, ku një minator humbi jetën brenda në galerinë e Kromit. 38 vjeçari Kujtim Dangri me detyrë armator ishte duke punuar nën tokë kur një masiv gurësh është shembur nga tavani dhe ka zënë poshtë. Policia ka arrestuar brigadierin Gaspër Kola si dhe teknikun Behar Cami. Ata akuzohen se nuk kishin marrë masa për sigurimin e kushteve të mbrojtjes në punë. Ndërkohë në gjendje të lirë është proceduar penalisht Remzi Pupla me detyrë drejtues teknik në subjektin minerar. Ky aksident përmër ngjarjen e 4 me pasoja fatale në minjerat e Buqizës dhe Klosit gjatë këtij viti. Ndërkohë, aksidente me pasojë dëmtimin e punëtorëve të nëntokës janë të shpeshta në galeritë e Kromit në Buqiz. Ajo që vjen re në këtë rast është heshtja e sindikatave që kanë për detyrë mbrojtjen e shëndetit dhe të interesave të minatorëve. Vetë minatorët janë të friksuar të ngrenë zërin për të drejtat e tyre pasi druajnë se rrezikojnë vendet e punës në një kohë kur nuk gjejnë as mbështetjen e sindikatave të minatorëve.